Sektori i femrës pranë forumit të rinor islam Dega në Kumanov shënoi një shkurtin ditën botërore të mbulesës. Në sheshin e qytetit u bë shpërndarje e fletushkave, shpërndarje e shamijave dhe vendosja e tyre sipas dëshirës. Kishten nga ato të cilat edhe për herë të parë vendosën shami në kokat e tyre, me çras shamit e provuara ju dhuruan qytetarëve. Do thotë si çdo sot është një shkurti dita botërore e mbulesës dhe për këtë ditë Forumi Rinor Islam Dega në Kumanov ka ndërmarrë do thotë që të realizojë këtë aktivitet me qëllim që të shënojë këtë ditë. Po ashtu synohet që të përcjellet edhe mesazhi se mbulesa është e drejtë themelore e grave do thotë muslimane sipas dëshirës së tyre dhe me këtë do thotë synojmë të tregojmë që të respektohet një e drejtë e tillë. Do thotë ka disa vajza, shumë vajza në Kumanov që e partin mbulesën islame, shumë vajza muslimane dhe kjo është do thotë një mënyrë që të sensibilizohet shoqëria jonë që ato të respektohen dhe të shihen njëjtë do thotë si gjithë të tjera dhe të jenë të pranueshme pa paragjykime në shoqëri. Jo, ky aktivitet do thotë nuk shkon paralel, organizohet për herë të parë në qytetin e Kumanovës, për herë të parë nga Forumi Rinor Islam Dega në Kumanov. Urojmë dhe shpresojmë që nëse mirëpritet të organizohet edhe viteve tjera. Vajzat që morën shami treguan edhe për ndjenjat e tyre dhe mbështetjen për shoqjet e tyre me mbulesë. Është një aktivitet shumë risi për Kumanovën dhe po pritet shumë mirë për gjithë të rejave domethënë kumanovare. Zakonisht kemi mbështet gjithë femrat me mbulesë dhe tash pa komplekse gjithë po e ndojmë shamin edhe po ndjehemi shumë mirë. Dhe për ndjena vetëm shumë të lirë me shami, po pëlqen shumë kjo aktivitet dhe shpresoj që kitë femrat ka mund jetë lirë me shamian. Faleminderit. Ky aktivitet u shënua për herë të parë në Kumanov dhe kishte për qëllim sensibilizimin e shoqërisë dhe vetëdijesimin e tyre për shamin si e drejtë themelore e secilës grua muslimane që ta vendos atë.